Ish konkurrentja e Ferma VIP Vanessa ka reaguar në mënyrë të tërthort pas letrës publike ku Indri njoftoi mbylljen e historisë së tyre të dashurisë. Përmes një postimi në llogarinë e saj në Instagram, ajo ka shprehur qëndrimin e saj ndaj vendimit dhe deklaratave të tij që u lexuan gjatë spektaklit Prime. Në letrën e tij, Indri u shpreh se ditët e distancës e kishin bërë të ndjente liri dhe jo mungesë, duke thënë se disniveli i ndjenjave mes tyre ishte bërë më së qartë në largësi dhe se historia nuk kishte të ardhme. Në vend të një deklarate të drejtë për drejtë, Vanessa ka zgjedhur të përgjigjet këtij vendimi duke ripostuar një sekuencë të shkëputur nga emisioni. Në të shfaqet aktori Elvis Pupa, i cili gjatë qëndrimit në ferm bënte një analizë të mpret mbi sjelljen e Indrit. Gjithë mashtruesat kanë me vujt në këtë jetë, në këtë dynja. Gjithë manipulatorët kanë me vujt, se vujin e sheh, se e varin mjetesën e vetë të manipulimit të tjerëve. Ndonë se ish-banorja nuk ka bërë një koment të hapur me emra, për zgjedhja e këtyre fjalëve tregon qartë zhgënjimin e saj ndaj ish-partnerit, për të cilin kishte lënë edhe lidhjen e saj të mëparshme jashtë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.